më i shpifur i Edi Ramës si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë. Ka një muaj që janë dorëzuar amandamentet për amendimin e ligjeve, të cilat Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian kërkon të anullohen dhe të amendohen, të cilat protesta me fuqishme pas viteve 90 rinore qytetare kërkon të anullohet dhe tilë rarpa me përgjegjësi absolute të tëndën. Mu drejtoni me etik. Të lutem, nuk ju drejtohem me ti, nuk ekzistoj. Zoti Berisha. Ju lutem, mos të i kaloni etikën parlamentare. Mos të i kaloni etikën parlamentare, mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marrë edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Shumë faleminderit. Ka njëri tjetër vot kundër? Shpjegim vot kundër. Ka njëri? Atëherë, ju njoftoj se në mbështetjet nenit 103.8 rregullor. Si të gjithë, është individuale, nominale, ju lutem. Kush kërkon të flasë të shpjegoj votën kundër? Ka mundësi të ngrini dorën? Zonja Ina Zhupa. Në ekran ishin regjistruar për procedurë, unë nuk e ndaj dot këtu, nëse janë për... Ju lutem ngrini dorën, kush do të shpjegoj votën kundër? Zoti kryetar, pra, Zoti Berisha, ka mund të drejtë, shpjegoja pak zotit Bardhi. Faleminderit kryetar, ne jemi kundër, zoti kryetar, që ju ta ktheni këtë parlament në një noter të ligjeve që do Edi Rama. Ne jemi kundër, zoti kryetar, që mos të futen në rend parlamentar projekt ligjet që kërkon Bashkimi Evropian dhe protestuesit që kanë 51 ditë sot që kërkojnë reflektim, dorëheqjen e Edi Ramës, shfuqizimin e ligjeve, një qeveri tranzitore. Ne jemi kundër që ky parlament të komandohet vetëm për interesat e oligarkëve, vetëm për interesat e investimeve strategjike, vetëm për interesat e betonizimit dhe vetëm për interesat e pasurimit të një grushti njerëzish. Ne jemi kundër që të shkelet kushtetuta e Republikës Shqipërisë si ju do qefi juve, duke parashikuar si emergjencë dhe nevojë koncertin e Kanye West për t'i dhënë 4.3 milion euro nga taksat e qytetarëve shqiptar për ahengje. Ne jemi kundër, zoti kryetar, sa herë që ky parlament voton për të vjedhur taksat e shqiptarëve, sa herë kalon projekt ligje të cilat i shërbejnë një grushti njerëzish si projekt ligji për porte turistike. Ne jemi kundër që ju t'i hidhni hysyve Bashkimit Evropian dhe t'i thoni që po shfuqizohet ligji i investimeve strategjike, ndërkohë që keni bërë një seri ligjesh të tjera bazuar në atë që dhuroni privilegje për investitorët ekzistus dhe që mendoni ta fusni në një ligj tjetër të njëjtën procedurë. Ne jemi kundër që ky parlament të jetë një parlament kukull. Ne duam që të kthehemi dhe të diskutojmë për interesin e protestuesve, për interesin e qytetarëve, të futen ligjet dhe të diskutohen, dhe të keni kurajon dhe të votoni kundër, siç keni shprehur në të gjitha komisionet dhe nuk i fusni në renditje për... Faleminderit. Unë nuk ju në përmbajtjen e diskutimeve të deputetëve është drejta juaj, por jo, dakord. Thjesht për t'ju informuar, se mbase ju ndihmoj, në ndryshimet në rendin e ditës, shtimet e çështjeve në rendin e ditës bëhen sipas nenit 31.2 e rregullores. Nëse dëshironi mund ta lexoj, se na ndihmon në diskutimet e tjera. Pra, ndryshimi i rendit të ditës për të diskutuar ose vendosur në seancë plenare për çështje që nuk janë në rendin e ditës, Kuvendi merr vendim me jo më pak se 3/5 të deputetëve të pranishëm. Propozimet
për vendosje të çështjeve të tjera në rend të ditës duhet paraqiten me shkrim nga të paktën 10 deputet, nga një kryetar grupi parlamentar ose nga Këshilli i Ministrave vetëm para fillimit të seancës, para fillimit diskutimeve të një pike të rendit ditës ose kur është pezulluar diskutimi. Kështu që ju lutem, nëse keni propozime, ju lutem zbatoni rregulloren, ti marrim shqyrtim, ti hedhim në votim. Ka deputet tjetër që do të flasë për shpjeguar votën? Zoti Noka. Zoti kryetar, kjo që sapo bëhet tani është turp për një parlament. Ju ka sjell grupi juaj një kërkesë dhe ju me urgjencë e trajtoni, ndërkohë një kërkesë të grupit ton parlamentar, e cila përputhet plotësisht me kërkesën e atyre qytetarëve që protestojnë, po bëjnë gati 2 muaj, që janë në shesh me pika të përcaktuar kërkesave tyre, ju i neglizhoni apo ju i hidhni tutje në kosh dhe nuk i konsideroni. Ata janë qytetarë, kjo është opozita e vendit. Ata janë qytetarë të këtij vendi që protestojnë kundër narkoregjimit, kundër babzisë, kundër shkatërimit dhe për një Shqipëri normale dhe për një qeverisje normale dhe jo për një narkoqeveri. Ndaj duhet ju bazuar në rregullore, sepse keni detyrë kërkesat ti trajtoni, të fusni në më urgjencë në rend dite çështjen e kërkuar nga opozita dhe të mbështetur edhe nga qytetarët dhe nga protesta e tyre. Ju po e shndroni këtë parlament në një palo parlament. Shikoni edhe sondazhet. Çfarë tregojnë? Po shndrohet në institucionin më të pabesueshëm, më të poshtruar, një institucion i zgaravitur. Pra, i zgaravitur. Shiko, ju jeni zgaravina, më të pabesueshëm, më të ashtu jeni. Tani, ky është një realitet. Ndaj, zotri, nëse do t'i japish parlamentit, hije në një parlamenti normal, trajto dhe fut në rend të ditës me urgjencë kërkesat e opozitës dhe të protestuesve që janë prej 50 ditësh në shesh. Shumë dakord, paraqiteni sipas rregullores, dhe hajde ti fusim, ti hedhim në votim, siç e ka rregulloria. Zonja Jorida Tabaku, shpjegim vote kundër. Kemi edhe balancë gjinore. Na detyron rregulloria. Zoti Peleshi, ligji investime strategjike për disa nga deputetët këtu është një ligj i ri në fakt, po disa prej nesh kanë 10 vite që flasin dhe kundërshtojnë. Që në vitin 2016 kanë prezantuar amendamente për ligjin e investimeve strategjike. Në vitin 2017 kërkuan për herë të parë të pezullohet. Në vitin 2019 e ripërsëritëm kërkesën. Kur disa deputet këtu e sillnin vit pas viti dhe këtu referohem dhe kolegëve që sot bëjnë ironi e qeshin, kërkesën për të pezulluar ligjin e investimeve strategjike, të gjitha shkuan në vesh të shurdhët. Ligji i investimeve strategjike ka shpërndar sot rreth 80 projekte. 70 projekte kanë shkuar për dhënie leje turizmi. Ka tërhequr vetëm një investitor të huaj. Absolutisht asnjë vend pune të krijuar në ekonomi, asnjë përfitim, vetëm ndarje favoresh. Në vitin 2022, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, solla një propozim ligjor për ta pezulluar atë ligj dhe për të krijuar një ligj kuadër për investimet, sepse Shqipëria nuk ka pse t'i ndaj porte, aeroporte, sikur t'jetë nënës e të babës. Përsëri u refuzua. Është një betejë e gjatë ajo që kemi bërë në këtë parlament, që sot është ngritur gjithë Shqipëria e Tirana në shesh. Është një betejë e gjatë se lidhet edhe me kërkesat e procesit integrimit. Nuk mund të ketë dy standarde. E duam integrimin për ligjin e drejtës autorit, por nuk e duam për investime strategjike. E duam integrimin sa herë që duhet i themi opozitës, ku jeni ju e pse nuk votoni, por nuk e duam për ligjin e zonave të mbrojtura. O ka një proces integrimi me vullnet të plot që ju e keni shkelur deri më sot, ose këtu gënjeshtra e propagandë për qytetarët çdo ditë nuk mund të ketë.
Procesi integrimi ka kërkuar që 3 vite më parë, anullimin e ligjit investime strategjike. Keni marrë ju angazhim pozicionet negociuse, edhe në kapitullin 30, edhe në kapitullin 27, që këto ligjet do ndalonin që në 2025-ën i shtyt prap, për më tepër dhat edhe koncesionin e porteve të investimit. Faleminderit. Tani është limituar koha, lutem, përfundoni fjalinë. Tani, në qoftë se ne duam këtu në këtë parlament, punojmë për integrimin, le të fillojmë nga këto 2 ligje. Çdo gjë tjetër është propagandë. Faleminderit. Zoti Belind Këlliçi. Zoti kryetar, ajo që ndodhi pak më parë është prova më flagrante se si ky parlament me kartonat e mazhorancës çdo ditë më shumë distancohet nga problemet reale që ka sheshi, ka shoqëria shqiptare, kanë qytetarët shqiptar. Sa e lehtë qenë ka që me një kërkesë formale të ndrohet rendi i ditës, të hiqen projekt ligje, të hiqen diskutime dhe të vendoset në prioritet agenda e Partisë Socialiste. Kur ndërkohë, prej 51 ditësh tashmë, ka një shesh që është i mbushur plot me qytetarë, janë me 10 mijëra qytetarë që protestojnë. Është e paimagjinueshme që Parlamenti Evropian datë 17 qershor miraton rezolut për problemet që ka Parlamenti i Republikës Shqipërisë, kërkohet në Parlament Evropian shfuqizimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ky parlament refuzon të flasë për këtë çështje. Është e paimagjinueshme që ne si grup parlamentar, me që përmendni rregulloren, kemi pothuaj 1 muaj, ja ku e ke shkresën në datë 22 qershor, të ka ardhur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kërkesa për mocion me debat, ku ndër të tjera janë 5 kërkesat kryesore që sot i ka çdo qytetar shqiptar, që kanë uzurpuar çdo vëmendje qytetare dhe mediatike, që janë sot kryetema në çdo tavolinë dhe tryezë diskutimi. Është fuqizimi i paketës maleve, ligjit për investime strategjike, zonat e mbrojtura, trashëgimia kulturore, edhe dorëheqja e kryeministrit edhe e gjithë qeverisë. Si ka mundësi që asnjëherë kërkesat e opozitës nuk merren parasysh? Si ka mundësi që shkojnë deputetët e Partisë Demokratike në Parlament Evropian, paraqisin 35 amendamente, 31 prej tyre i votojnë pro edhe eurodeputetët, flasin eurodeputetët për problemet që ka Shqipëria dhe refuzon ky kuvend flas për problemet që kanë qytetarët shqiptarë dhe rinia shqiptare. Ndaj, ajo që ju tham pak më parë, bie drejt për drejt mbi ju pikës pari, sepse jeni ju përgjegjës për menaxhimin e situatës në këtë sallë, për problemet që diskutohen në këtë sallë, edhe për të thritur edhe ndërgjegjes kolegëve tuaj në... Faleminderit. Përgjegjësia ime është që të vendos sipas rregullores dhe mocionin e ka votuar seanca, jo kryetari i kuvendit. Ju e dini mirë të. Urdhro? Zoti Klevis Balliu, shpjegim vote kundër. Tani kryetar, ose ju bëni sikur s'merrni vesh, ose pasaj nuk hani pyk. Ne këto projekt ligje, këto propozime, ne kemi më shumë se 1 muaj që ua kemi sjell. Kurse zotëria në fjalë, vjen këtu, i teket mbrëm, edhe vjen, ju e ndryshonin sekond rendin e ditës. Kur bëhet fjalë për interesat e qytetarëve, nxirrni 100 makinacione, vetëm për mos folur për ato çështje. Kur bëhet fjalë për të kaluar para tek qytetarët, kur bëhet fjalë që për raste tërmeti, që për raste përmbytjesh të kalojnë për para për qytetarët, ju nuk merreni me ta, ju nuk shpallni gjendjen e jashtëzakonshme. Kur vjen Kenya West, kaloni me akt normativ 4.2 milion euro dhe vini pastaj dhe shiteni si të majt se do i marrim paratë të pasurve dhe do t'ja japim të varfërve dhe ja merrni 4.2 milion euro popullit më të varfër të Europës për t'ja dhënë një miliarderi që do këndonte 40 minuta që të rishni ju vëmendjen nga një protest që ju ka dhënë përpara. Nuk të riqet vëmendja, nuk zgjidhet problemi me protestën duke vënë ju muzik, as me Kenya West, as me Ylli Limanin dhe me as një këngëtar tjetër. Ajo zgjidhet vetëm me dorëheqjen e Edi Ramës dhe me hira me pahir do ta japi dhe ai edhe ti pas ti me qenë se ke vendosur të trish si zari ati. Faleminderit. Faleminderit për komplimentin, se në gojën tuaj për mua është kompliment. Zoti Blendi Klosi, shpjegim vote pro. Ta dëgjojmë se mbas e ka votuar kundër, nuk e di, ta dëgjojmë.
Ta dëgjojmë. Keni folur gjithë, s'ka folur asnjë nga majoranca dhe përsëri. Mbase nga herët e pakta, në fakt, që jam dakord që ky është një shpjegim i vërtet vote. Po shpjegohet qarta si pse keni humbur edhe pse do humbni. Gjitha ato që thatë këtu janë arsyet pse keni humbur dhe në zgjedhjet e fundit, do hypni dhe zgjedhjet që do vinë. Se e konsideroni turizmin jo si një ekonomi, po e konsideroni si pushime. E konsideroni ligjin e investimeve strategjik, i cili përpiqet të mbrojë dhe ka mbrojtur dhe ka sjell shumë progresivitet në këto fushë, si një problem, ndërkohë që as nuk e mendoni që është problem. Ngriheni këtu dhe thoni, kërkojmë ne si ata, që ju s'jeni si ata, se ata s'ju pranojnë asnjëherë juve, përpiqeni të futeni në çeftas, por s'jeni si ata, anullimin e paketës maleve. Po ç'keni ju me investimet në zonat rurale? Ç'keni ju me investimet dhe mbështetjen për investorët? Bëhuni serioz, shpjegoni arsyet se si mundet ju të rigjeni vetën. Nuk mendoj se trajtimi i parlamentit çelë mbyll, i herë vjen një herë ik, i herë vjen një herë ik, ju bën juve një kredibilitet më shumë. Unë mendoj se ka një agjendë, dhe ata agjendë duhet ta pranoni dhe ta mbështesim gjithë bashkë. Votoni një herë të vetëm një nga ligjet i cili kërkon për afrimin e legislacionit me Bashkimin Evropian. Bëni një herë pjesë e agjendës qytetare të gjithë shqiptarëve që kanë votuar Partinë Socialiste në 11 maj 2025, sepse i kemi premtuar integrimin dhe sot jemi te kjo agjendë. Bëni edhe ju pjesë e agjendës madhe të shqiptarëve dhe pastaj flisni për ligje që as i kuptoni, as i dini, as njerë nuk keni për të kuptuar, sepse as njerë s'do vinin pushtet. Faleminderit. Ka kërkesë tjetër për shpjegim vote apo kalojmë te procedura? Zoti Strazimiri, zoti Gen Strazimiri. Zoti kryetar, për projektin në Zvërnec, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të BE-s dhe ka një sër ligjesh që duhet të ndryshohen. Edhe para protestave kemi rënë dakord që të shfuqizohen amendamentet e vitit 24 për zonat e mbrojtura dhe investimet strategjike. Këto do të bëheshin për kapitullin 27. Do të inkurajoja autoritetet sa më shpejt që të jetë mundur. Protestat janë pjesë e demokracisë dhe mënyra si vendet e trajtojnë ato është e rëndësishme. Inkurajoj që qeveria të trajtojë shqetësimet e qytetarëve, por kapitulli 27 është një prej më të kërkuar e më së shumti dhe Shqipëria duhet të harmonizojë legjislacionin. Nuk është citimi i Sali Berishës, i asnjërit prej nesh këtu, është shoqja Marta Kos. Është pikërisht ajo që vjen këtu e puth në gushë Edi Ramën, e thotë sa i mirë je, i thotë dhe i cakton dhe datën kur do të vendosen, kur do të mbyllen negociata dhe kur do të hyjmë në BE, e cila të kërkon që sot të ndryshosh rendin e diës, e ka që me datën 14 korrik në fakt, të ndryshosh rendin e dikush opozita. Është kërkesë e shoqes Marta Kos. Duke i dhënë fjalën Blendi Klosit, që na e marri shpirtin nga mërzia, Blend. Ti flet, na e merr shpirtin nga mërzia, nuk ja dilni dot kështu. Është kërkesë e Bashkimit Evropian, jo vetëm e opozitës. Dhe mbajmë mend një gjë tjetër. Nuk bëhet shpjegim vote kur është pro, bëhet vetëm kur është kundër, Niko. Të falenderoj shumë. Zonja Albana Vokshi. Faleminderit, mos fundi ma dat fjalën. E para po vazhdoni që keni rregulloren. Në çdo nen dhe gërm, nuk jepet në asnjë rast fjala për shpjegim vote pro. Ku e keni shpikur këtë? Në cilin nen të rregullore se keni? Nëse doni t'ja jepni fjalën, jepjani, po mos e justifikoni si vot kundër, ose ta dëshmoj që ka votuar kundër urdhrit partisë dhe ta shpjegoj më tej votën. Nëse e para nuk shpjegoj asnjë vot. Tani dua t'i kthehem zotit Klosi me atë çka Odiri ka thënë.
nuk kemi humbur zgjedhjet. Zgjedhjet janë dhunuar, zgjedhjet janë devijuar, zgjedhjet janë vjedhur. E keni të qartë. 40 banda kriminale kanë punuar për të mbështetur 20 kandidat Parti Socialiste në 11 qarqe, në 25 bashki. Kjo është arsyeja pse ky parlament nuk dëshmon vullnetin e qytetarëve shqiptar. Kjo është arsyeja që ne vazhdojmë të jemi përfaqësues edhe të protestuesve, edhe të qytetarëve shqiptar. Ndërkohë që ju keni mbi 25 deputet që janë përfaqësues të krimit të organizuar dhe karteleve të drogës. Ky është problemi i Shqipërisë sot. Kjo është ajo çka e pengon Shqipërinë që të hyjë në Bashkimin Evropian. Lidhja e qeverisë me bandat kriminale. Është narko-qeveria, narko-kryeministri, narko-ekonomia. Ndaj nuk pranoni pavarësisht kërkesave, kam bërë 2 kërkesa me shkrim në komision. Njësi në zëvendës kryetare dhe kam kërkuar me votat e deputetëve të opozitës të futen në agjendë. Jeni dhe ju për... Faleminderit. Zoti Kapri, kjo është shpjegim vote kundër, jo kur nuk e votuar fare. Ju çfarë do shpjegoni? Zoti Arjan Doja. Nderuar kolegë, e ndjej detyrim të bëj shpjegim për opinionin publik, për pjesëmarrjen tonë në seancë parlamentare, por dhe për qëndrimin që kemi ne në lidhje me të votimin kundër. Votimin kundër unë personalisht e bëra për këtë arsye. E para që ne shkojmë në Europë nuk mjaftojnë vetëm ca ligje nga pikpamja formale që ne i miratojmë në mënyrë të përshpejtuar me sasi shumë të madhe, edhe për të thonë drejtën fatkeqësisht edhe pa cilësi. Kolegët e komisionit ku unë bëj pjesë, që besoj që është ndër më të rëndësishmit e dinë këtë fakt. I kemi ngrenë ca probleme ligjore, edhe i kemi thonë aty. Problemi jonë është ky. Ne që të shkojmë në Europë duhet kemi zgjedhje të lira. E që të kemi zgjedhje të lira, Partia Demokratike është në parlament për një arsye të vetme, bëj reformën territoriale dhe reformën zgjedhore. Dhe fjala reformë kënd vështrimin tim, pavarësisht numrave të lishëm apo delegjitimuar që ka njëra forcë, me forcën tjetër kërkon konsensus dhe dialog. Gjë që për fat keq po e tregon ditë a ditë